Si mendoni, profesor? Po, unë besoj të Kosova kalu me faza të ndryshme, epoka të ndryshme, edhe tani është kjo koha e të theme lëvizje vendosje, nuk mund t'ja marrë fitoren dikuj për dorës, fundit. Ai ka drejt morale që të propozoj dikon nga ana vetë, ndërsa opozita momentalisht nuk është se i ka në vendon që të shkohet përsëri në zgjedhje për shkak se pasojat edhe u pa që gazetet e fundit shumë që abstenun. Një pjesë të madhe themi humbeve vendosje, një pjesë të madhe gjithashtu humbe edhe PDK-ja. Ndërsa LDK-ja duke shfrytzuar momentumin e Vjosa Osmanit arriti që të rifitoj diçka që nuk është më e sigurt për shkak se ka një përçarje shumë të madhe. Tash duhet të nis për realitet politik, gjendjes momentale që është, edhe opozita duhet të ul kokën në fjalë të pranoj momentumin politik dhe të kërkoj një shans tjetër për shkak se me siguri që ata që janë qeverisje nuk mund të qeverisin pa gabime, ka mangësi shumë. Duhet të bëhet opozitë reale shumë shpesh, po ndodh që opozita është më shumë paushale se reale. Që vendosja po forcohet pa merit, veç për ta përdoj, vendosja po forcohet pa merit, jo me meritën e vetë që po bën punë maja, mi po me meritën e opozitës, që kjo narrativ duhet të përfundoj, duhet të marrë punë, duhet të hapin sytë opozita që ata të përfitojnë nga politika zhvillimore që i bëjnë vetë në atë kuptimin politik, mi po jo që t'i japin bënuse vetë vendosjes. Pra, po i bëjnë nder vetë vendosjes. Po i bëjnë nder me këto sjellën me këto narrativa, me këtë barrikadim, ma shumë janë duke i bërë nder vetë vendosjes, për shkak se po lini një lloj mlefi që nuk po sheh kush është të punu mirë, mirë po kush duke blloku. Pavarësisht do për shkak të emrit. Po Muhaxhiri. Profesori foli fiks që kis pas shef me dëgju zoti Kuti si po flet. Jo. Ta opozita duhet në ul kokën. Pse në ul kokën? Jo në atë kuptim. Po Muhaxhiri, a i pëlqejnë edhe PDK-s analizat e juaja? Do se i pëlqejnë. Por ajo që ka si term me ul kokën, si fjalin, me ul kokën shtetën zoti Kurti. Jo, të shqiptari nuk është e përshtatshme kjo, por nuk e thash në atë kuptimin në çmus, por në atë kuptimin politik. Në politik me shupe, po dhe me shupe. Në politik nuk është në çmus ne si shqiptar si karakter në përgjithësi po konsiderohet ja kjo opozitë për shumë peja s'ka pas opozitë që ka shumë nërë peja. Po ani fundosu e gjithë pra, je si ku me një kneci duke fundosë, faktikisht jenë duke fundosë gjithë. Profesor, ashtë e shëndeshme për Kosovën që gjitha pozitat i takohet? Muhaxhiri. Po? Ki partio, që ku përda ma shumë me shumë peja, ki partio opozitore që mi vetë aprohet kësë për merë, kësë për sëtë partnerë, së përda me masë për rrirë. A mundon, unë në pëdishka që me vajfu ka shumë opozitën për të qka që nuk ka faj. Po, këtë ndoshta nuk mund të paragjykojmë sepse ndoshta edhe do të aftoj LDK-n, me qenë se kanë deklaruar se janë më të hapur për LDK-n. Nëse LDK-ja heq dorë nga emri i Vjosa Osmanit për presidente, ndoshta edhe ka hapësirë për të biseduar Muhaxhiri. Në të kundërtën kanë deklaruar vetëvendosja se për emrin e Osmanit s'kan votë. Duke pas tjenë në LDK-s, unë mendoj që aja veç ka heq dorë nga Vjosa Osmanit. Nga kandidimi i për president, unë person me fas, unë person i LDK të dorëzuar. Dhe ajo mund të futet me të dhënë për çfarë do të marrësh. Pse ose dorëzuar atë. Ose pikë ashtu si të bak profesori e ka ul kokën në LDK. Ta pyesim profesorin për ta zbërthyer atë kuptimin e asaj që duhet lëshoj pe. Po thoni edhe për çështjen e